Mirë, ka filluar ndeshja Bardhazi, ndërkohë që Franca luan me Norvegjin, 3-1. Brazili këtu ka ardhë me Gjermanin. Po, normal. Po, me Gjermanin ka ardhë, se do të flasim për pronat e konfiskuara, hallet e mëdha që kanë ndërtuesit. Po edhe blerësit. Por hallit më të madh kanë blerësit, kanë klientët. Çdo të bëhet me lekët e tyre? Kanë paguar qimet e kokës dhe a do të marrin ndonjë qime? Na falni, nuk qeshëm me hallin tuaj, qeshëm me batutën e Orneres. Se mos mendoni që po qeshim me ju. Po, Valter, ju ndërtuesit e keni Prit njerë se ko t'i prezantoj. Jo, lëre, fillojmë base, ai ka prezencën vetë. Po, mirë, ti them njerë, Ervis Qela, Margarita Kola, Ervin Karanja dhe Alit Valteri. Po, vazhdoni. Ziuni tani. Ha, mos zoti ndërtues. Ha, more, kuj qove lekë aty? Qa na bot këshu, na morët në qaf na morët. Doni të bëni shtet ju, ha? Si shpuk e ti? Po ti e kryesori, Allah. Na morët në qaf na morët. Ideja është që kur folëm me Rionin për temën që në diskutonim, Kjo më tha. thjesht duhet të shpjegojmë diçka, që vërtet kemi pronat të sekuestruara dhe kemi dhe pronat të konfiskuara. Janë të ndara në dy pjesë, por në të gjitha njëjta gjë është. Jo, s'është e njëjta Si gjë, jo? por në të dyja A rastet. janë blokuar në të dy rastet? Janë marrë lekët nga ndërtuesi klientit? Ja pra ta shpjegoj. Po. Edhe shërbimi nuk është ofruar. Dhe në të dyja Dhe shkon avokatja tjetër. Dhe në të dyja rastet përsëri klienti është i mbrojtur, sepse kur konfiskohet nga shteti, kemi rastin e konfiskimit të pronave, ndërtuesi i cili ka paguar, blerësi i cili ka paguar në mirëbesim, gjatë kohës që konfiskohet nga shteti ose sekuestrohet nga shteti, njihet si porositës apo si pronar i liqëm i apartamentit, Na utoj fare, Po këtë politikanova, politikanë. Se të morën veç të sekuestruara mund të kenë shansin për të kthyer, për të konfiskuara nuk kthehet më e para, dhe e dyta ekziston rreziku i madh në një treg informal, ku ne e dim faktike se si ndodh, që një vlerë ka kontrata formale dhe ka dhe një vlerë tjetër vlerja, që nuk shkruhet. Dhe ajo në asnjë mënyrë dhe në asnjë shans nuk kthehet. Nëse do ta zgjidhësh këtë çështje ti do shkosh me kontratën. Në shumë Po sigurisht që kanë bërë, po ky është fakt. Po ky është fakt. Jo, problem ka sepse janë të imponuar. Gjykata do japi vlerën që ke kontratë, se s'ka shans. Pranoj ta shkruaj më pak në lekë. Po pse ndërtuesi duhet ta aprovoj apo t'ia kërkoj? Po pikërisht pra, është dy anë. Problemi ka morë zotri. Kontratën që bëhet. Jo shteti gjykata do të japi vlerën që ke në kontratë. Po. Se vetëm ajo nuk bëj muhabet gjithë ditën. Jo, vetëm ajo një. Ne po diskutojmë tani kur sekuestrohet në tërësi prona, ndërkohë që ai blerësi nuk ka lidhje me drogën, për shembull. S'ka lidhje. Ai ka punuar në Greqi refugjat. Ka lekë të djersës më. Totalisht në mirëbesim. Po. I ka ra kazmës, ka mirë, ka vjelur pjeshka. Nuk e ka dokumentuar tash ata, por tani është me lekë Greqie. Ti i thua, ti ja bokoj, diti i thua stop. Pse? Prandaj me këta ne duhet kemi shumë kujdes. Sepse ai nuk mund ta provoj Kujt po i flet kështu tani? Kujt po i flet? Kujt po i flet? Ata janë shumë të kujdesshëm. Foli këtij që ken krah. Ore, pjeshkën si ta provoj që ka marrë pjeshkën nga pema dhe ka marrë parat, se ka qenë me emër tjetër. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm me qytetarët ta. Dhe për ata që ka informacion, ata të blokohet pasuria. Tani, ligjin antimafia që ne e kemi që nga 2009 thot, jo vetëm pastimi i produktit veprës penale. Pra, vetëm nëse ti ke një disproporcion midis të ardhurave dhe pasurisë të cilën ti ke investuar, jo domosdoshmërisht nëse ajo ka ardhur nga një veprimtari kriminale, sërish ajo konfiskohet. Po, sigurisht. Duhet të kemë. Kështu kemi ligjin. Ky është ligji antimafia. Ta vazhdoj Nëse Muhamet Djesh ka shkaj, po lërë. Në vitin 97 ne vim nga një informalitet i madh. Pra shkonte personit pagute tatimet, ishte djeg zyre tatimeve. Tash neve vim nga një informalitet që ka qenë në kohë, po flasim në 2009 që kemi kur ka informacione që blerësi merret me aktivitet palishëm dhe të provuar veprën penale, dalin te produkti veprës penale. Është shumë larg. Shiko, ka dy lloj sekuestros, ka konservative, ka dhe preventive. Preventivja kërkohet gjithë më fal. A mund ta lexoj pak, më jepni përgjigje në studio? Një shoku tim thot, ja sekuestruar apartamenti në Porto Lalzi, punimet nuk kanë mbaruar. Kush e përfundon apartamentin? Ose i kthen lekët mbrapsht në rastin që është sekuestruar. Ta shpjegoj? Po. Tani, pasuritë e sekuestruara, kalojnë proces gjyqësor. Kanë një administrues.
Administron është autoritet shtetëror. Ora, kush e mbaron pronën ose kthen legët? Do menaxhohet Menaxhimi do bëhet. Gjithë problemi është sot me këto prona që sekuestrohen. Si menaxhimi? Po ti kishe legët, i mbajnë banki, merri interesin. Si i mban legët e tjetrit, ti prisa ti menaxhosh se na kapi stresin. Po stresi se kur vim punën gjethe. Jo këtë drejtë sepse ne flasim ligjërisht që caktohet një administrator, po ama të gjitha pronat që janë të sekuestruara nuk janë realisht të menaxhuara. Nuk janë të administruara ashtu siç duhet. Po si janë të administruara? Ka një drejtori formale, e dim ne, po ç'është bërë deri tani? Ç'është bërë deri tani? Jepet me qeraj që është përfunduar, Ornela e tha, ajo që është e papërfunduar, atë nuk do të përfundoj. Ku kemi një modelin e sot, po pra po dakord, po ku kemi një modelin e sot që e provon këtë fakt, që qytetarët jenë të qetë, që është marrë e pa përfunduar, po pra ligji është, caktohet administratori dhe do menaxhohet prona, do administrohet. Ka ligj, po s'ka ma ligj. Nuk është se kemi të provuar këtë gjë. Ti na goda me këto majliqërat, me pjeshkërat, rrushet, me kë jeti me qytetarin apo unë jam me qytetarin, duhet të jetë pak liberal. Çfarë duhet i garantoj qytetari liberal? Duhet jemi pak liberal me qytetarin, mos shkojmë te konfiskimi që fillim. Të jemi në mbrojtje të qytetarit. Ne vim nga një vend informal. Dhe duke pasur informalitet dhe personi nuk e provon dot, ka qenë me emër tjetër, neve duhet ta falim. Rasti konkret, ke gropa Hajdin Sedis, u sekuestrua apo u konfiskua? Kush është vendimi? Në rastin e Hajdin Sedis. Prit pra një sekundë, se aty kam pler individ apartamente nga 15.000 euro metri katrore. Dini ju këto? Ja, po ta them unë. Unë në rastin me sa kam informacion. Tani, çfarë do të ndodhi me këta individ? Kam paguar lekët aty. Do t'u kthehen lekët. Po do t'ju kthehen lekët. Kush do t'u kthehen lekët? Ka marrë shteti. Jo, po to kthehen pastaj me vendim gjykate. Ti do i drejtohesh gjykatës për atë. Kur do kthehen? Jo, kur të shitet. Kur të shitet. Shiko çfarë ndodh, ta shpjegoj pak. Kemi dy lloj sekuestrash, konservative dhe preventive. Preventivet shoqërohen gjithmonë me procesin penal dhe qëllimi është ka të bëjë me produktin e veprës penale ose ka të bëjë me faktin që të ndërpresim se mendojmë që nëpërmjet kësaj po kryhet vepra penale etj etj. Sekuestro konservative ka të bëjë me faktin që mbron e ka synimin kryesisht dhe nuk bëhet vetëm nga prokuroria, mund ta kërkoj dhe vetë individi për të mbrojtur dhe personin i cili mund të jetë një qytetar, siç thotë Ervini, në mënyrë që ai kur do të marrë dëmshpërblimin e vet, në këtë rast e ka pronën të konservuar, të ruajtur, dhe kjo pronë mund të shitet dhe bëhet e ekzekutueshme në momentin që vendimi merr formë të prerë. Jo, nuk po e hakohen, po shpjegoj. Dhe në këtë rast, në këtë rast ta përfundoj. Jo, pra në momentin që mbaron ky gjykim dhe merr vendimi në formë prerë, ajo pronë vjet në ekzekutim. Po kjo është çështje si 5, 6, 7. Po 5 vjet isha qytetar në apartament. Dhe aty pastaj kjo pronë nxirret në shitje dhe mund të marrë personi paratë veta. Ta shpjegojmë që mos flasim tym, dhe mos flasim kot me... Jo, se kështë shqetësore të kemi thirrur. Të ta jap me shembull shumë thjesht. Ky pallati, po e marrim pallat, ka marrë leje ndërtimi, ka marrë leje zhvillimi. Ka paguar taksa. Janë paguar taksat. Janë lidhur kontratat e kleringut për të ndërtuar karabinaja, faza 1, faza 2, faza 300, se si lidhej. Ky është në gjyq Ervin Karanja, që është pronari i këtij pallatit, është po gjykohet. Po kjo po vazhdon se janë bërë kontratat. Janë lidhur kontratat me palët e para, dyta, treta, parat në bankë, se ti nuk e fillohet një pallat. Jo, do sekuestruar llogarit. Ja, pra prit ta mbaroj deri në fund. Po. Dhe ky pallati do mbaroj. Fitimet e këtij pallati i kalojnë shtetit, e sekuestron shteti. Kush ka paguar kontrata, që kanë pasur kontrata, qoftë ai kleringut, qoftë ai që ka dhënë një shumë para dhënie. Prish mekanizmi moral. Nuk është prishur mekanizmi, prandaj është prish qarkullimin. Prandaj është drejtoria ka sekuestruar disa kontrata. Nuk të ndërpreva në si sekond, të lutem. Kontrata ka ikur, kontrata. Do bëj monolog këtu tani, po tjetër për monolog bëjnë në parlament aty. Më vazhdoni. Po jo, jemi debat. A do ta dëgjosh? Po ju për jemi debat, duhet japësh argumente. Është konstruar kontrata, debati është edhe Robin Burg. Drejtoria se s'ka mbaruar aliti. Ka një drejtori
e administrimit të objekteve të konfiskuar të sekuestruara. Dhe ajo drejtoria, si që i merë Ervinit makinën, Halitit skafin, tjetrit apartamentin, që ja jep me qera, i shet për skrap, apo ku di gjohën se si e kanë mekanizmi për t'i shitur, ka dhe ligjin për t'a administruar këto objekte sekuestruar, për t'a përfunduar. Lekët e njerëzve më shpjegon. Po janë të sigurta pra se aji që ka paguar do marrë apartamentin, do mbaroj objektin, nuk ngelet objektin. Ato lekët që ka pagu në ndorë ai? Po nuk hynë shteti për lekët në ndorë. Mos t'jep të lekët. Vetëm për lekët që janë në dorë. Lekët që janë në shkruar në bank të lekët në ndorë. I mbanë mërë ato lekët që t'dashun ty tani në ndorë, shkon do të në gjykat për lekët që t'kam dhe në ndorë. E provon do të. Ka është pra. Lekët që shkruan janë para. Sa që tha Valteri, është detyre e agjencisë që merret me administrimin e këtyre pronave që të mos i lejë të degradojë. Edhe pallati që po zbatohet sepse janë firma ndërtuese, firma. Ke djenin sa pronat të tilla janë të konfiskuar? Të sekuestruar, do të jemi saktë. Konfiskuar ose të sekuestruar? Janë shumë prona të sekuestruara, madje, po një numër shumë i madh apartamente. Mendoj që duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Në rast se këto prona degradojnë, atëherë ka degraduar organet e ndjekjes penale. Se ti po e kap këtë pronë dhe po e shkatron. Pra qëllimi është i administrimit pronës që ta ruash dhe ta mirëbash atë. Në moment që kjo pronë shkatërrohet, sekuestruan 30 milion euro pasuri, po nëse kjo gomonja, po ma shumë, apo kjo makina që vlen 120.000 euro sot në treg të lirë, lijet 3 vjet atje dhe prishet, a nuk e ka më, dhe ti e ken letra 120.000 euro, po atje bën 2.000 euro, 3.000 euro. Qëllimi është që pronës t'i ruhet vlera, sepse në qoftë se ty të ulet vlera, e pronës, atëri ti nuk je në gjendje të kthesh dhe të kompensosh. Po prapë, dakor, më falë pak. Atëri ti nuk je më në gjendje që me këtë pronën të shmyrës detyrimet që ke ndaj personit që ka... Jo të ulet. Kjo është filozofia. Ka ligjë që e mbron, këtë me që e nisëm, ka një ligjë që e mbron qytetarin. Kam një pyetje tjetër. Ti si ndërtues, kur ndërton dhe shet në grop, mund t'i shesësh me i çmim edhe më të favorshëm. Tani, kur është sekuestruar një pranë dhe fillon dhe vazhdon shitja, po jo me çmimin që e kam bler të parët blerësit, por me një çmim që e konsideron si çmim tregu. Unë ty mund të ashes edhe 200 euro metrin katror nëse merremi bashkë. Jo, pra ta shpjegoj. Mund të ashes edhe për shkak të... Po për ta mbaroj, qa po të them, ti s'po di qa po të them. Abuzim, qash po të them i gjë tjetër. Dikujtja ke shitur me çmim. Unë ty mund të ashes dhe me 200 euro metrin katror, po prap kam një çmim reference që do taksohem për atë gjë. Dhe unë në çmim reference nuk shes do. E di si zgjidhet kjo punë. E di si 50.000 euro ishte çmimi referencës që e unë të shes dhe 30.000 euro metri. Unë tatohem për 50.000 euro. Ornela dhe Erion, ne jemi vend unikal që vazhdojmë, është diskutuar që shesim në ajër dhe shesim duke ndërtuar. Në gjithë botën, paktën në ato vende që ne duhet i referohemi, më fal, pritani ta përfundoj se nuk të ndërhyra. Se nuk është politik tu, ne po diskutoj, janë me mira qytetarë që janë në këtë, po pra, po janë me mira, po të lutem pra, nuk ka lidhje me kleringun kjo që po them unë, më lërë të mbaroj, dhe po them diçka tjetër. Në natyrë. Kjo nuk është klering, sepse klering është që unë do t'jap apartament dhe ti më bëj punime, tani mos të ngatroj me kleringun, është komplet tjetër gjë, kjo është me kontrata me premtim, tamam, e tha profesori, sepse ti je duke bler në ajër vlla, s'ka mbaruar objekti, në gjithë botën shitet objektin basi është kolauduar dhe është ndërtuar dhe shitet objekti dhe nuk do t'i kesh këto probleme në qoftë se objekti është i përfunduar. Ti këtu mund të sekuestrojnë dhe pa mbaruar ai pallati i madh, edhe ti akoma nuk e di. Do marrësh vetëm atë shumën që për të ndërtuar. Kush është problemi? Kush është problemi? Se vetë kryeministri tha që do ta ndalojmë blerjen në ajër të apo jo? Do ta ndalojmë blerjen. Ja ka bërë ligjë. Ai thotë është bërë ligjë, nuk bën dot më me këtë kontata në ajër. Problemi është tu. Jo në ajër, po i qartëtimit për zotrin. Ajo quhet, ajër quhet. Duhet të përfundoj, duhet të përfundoj. Në ajër pra quhet, është në ajër. Jo, në momentin që është bërë karabina. Aty po, se karabina e regjistrohet. Problemi në këtu është fazë më e mësuar. Ajër është prapë edhe karabina jo. Është ngritur thjesht karabina. Aty lejohet. I shef kolonat e shtëpisë. Problemi në këtë situatë është paraja e piset. Pasi, ka një problem.
nëse unë dhe Ervini dhe Zonja bëjmë një sipërmarrje të tre, që do të thotë do ndërtojmë këtë objektin, kemi x para, paguajmë taksën mbi ndikimin në infrastrukturë, bëjmë kontratën me pronarët e tokës, gjitha hapat që ndiqen për të marrë një leje ndërtimi dhe në fund fare do shkem do përballemi te banka dhe do fillojnë interesat 7%, 9%, 14%, penaliteti kur lëviz euro, bla bla bla, 1.100 zeza, dhe ne do lidhim kokën me shall derisa ta përfundojmë atë objekt dhe ta mbyllim këtë objekt. Ndërkohë, vjen zoti Karanja me 2 çanta me para dhe thot edhe gjymë me euro kokës. Gjymë me euro kokës dhe thot ma jep sa të duash metrin katror, vendose vetë çmimin e metrit katror, unë dua që këto para t'i kem të pastra. T'i kem objekt, pronë. Dhe këtu fillon problemi që unë dhe Zonja do shtojmë. Kur duhet të kalojnë nëpërmjet llogarisë? Po pra është faj biznesmen, dhe këtë po të shpjegoj pra. Po pra, se si, shkruaj me ato dy çantat me para, po si, po dakor pra. Se ti ka ndodhur këto ditë, po para ca kohësh e di shumë mirë që vinin me çantë dy sepse Erion atëre në kontrata notariale atëre shprehej që palët janë likuiduar jashtë zyrës notariale dhe as notari nuk mande përgjegjësi. Tani jo pra prandaj po tani duhet kalojnë nëpërmjet llogarisë bankare. Tani këto çantat me para si futen në llogari. Ja pra të ta them unë. Po. Sepse të gjithë pjesën e tij në çdo lloj kontrate që bën, clearingun e ke gjysmë pagesë kesh, gjysmën e ke me bankë. Dhe do të thotë, nëse e merr 105, 110, 115 euro betonin me çanta ekziston. Qofse e merr kaq, ai ti do ta bësh kontratën me 60 euro dhe 50 euro që. Dakor, ky është rasti clearingut. Jo, ky është rasti futjes çantës. Çanta ekziston. Pra, çanta ekziston po te individi apo tek subjekti. Po subjekti pra po të shpjegoj. Subjekti okay, po individi si? Individi që shkon me 2 çanta. Po subjekti t'ia liron pra se unë nuk do unë që shkoj tek banka, që sakatohem te banka për të marrë 100.000, 200.000, 500.000, 1 milion euro për të mbyllur një objekt. Ervini që ka çantat vjen dhe ma mundson mua që unë mos shkoj të pres te banka, po ta zgjidh ty me kesh që si ke pllakat. Po si kalon në kesh ky tek subjekti kjo është? Unë nuk punoj në prokurori, ka mekanizma. Mekanizmat ekzistojnë. Vjen notën orë 9 darkës, le çantat e shtëpia. Do ta shpjegoj. Mi gjej 2 çanta dhe ta mësoj unë. Nëse në orën 10 çka kanë? Po pra, në orën 10 rreth gruaja. Nëse ne ka dalë ligji. Se këto që bëjnë si trima i rreth gruaja ndarkë. Është ndaluar të shesi ndërtuesi pa e mbaruar komplet objektin. Jo, nuk është ndaluar të shesi. Po çfarë? Është ndaluar ta regjistroj në ASHK, sepse unë sot, nëse jam duke ndërtuar një objekt, Ervin Karanja porosit 100 metra lokal, 2 garazhe dhe një apartament. Në momentin që ne firmosim të noteri, Ervini direkt shkon dhe e regjistron në ASHK dhe bën bllokimin e pronës, se kështu është procedura. Dhe kjo bë për të shmangur shitje 2 fishe, 3 fishe, 4 fishe. Dhe kjo ishte gjë e mirë. Dhe kjo ishte gjë e mirë. Këtë gjën e frenon që këtu. Sepse nuk e likuidon Ervini, nuk e bën gjithë të gjë, pa e quar direkt 100% të parave në bank. Kjo është gjë. Dhe nuk kam kontrata porosie. U jap 10.000 euro dhe kam bllokuar 30 prona. Do të paguash 100% gjën me bank dhe pastaj. Unë po flisja për diçka tjetër. Unë po flisja që mos të lejohet fare procesi i shitjeve, si që ka bota, nuk ndërton mbaroj. Kur të mbaroj, pse nuk ndërton? Me qenë s'ndorë. Pse nuk po si ndërtojnë? Më jep qelsin, do t'jap legët. Po ne akoma jemi... Po e ka gjithë gjeta zhuzat. Edhe një tani s'ka më ndërtusa. Edhe një breg grisu është ndërtusa. Ndërtusa tani. Atëherë në qoftë se nuk e kapital, mos e bëj ndërtusa. Po ligji... Taksa e ndikimit në infrastrukturë, që shkon rreth 12% në Tiranë, e ka frenuar të qenit ndërtuese gjithkujt. Kanë ngelur 5 ndërtuesa, 6 ndërtuesa në Tiranë. Të më shpjegoj pra. Jo. Po s'është pra mirë, që Jo, u bën ndërtues të gjithë, u bën ndërtues të gjithë. Po këta i pastrojnë lekët, pra se si pastrojnë lekët, se s'vjen njëri të unë pastrojnë lekët. Ai që është ndërtues i ndershëm, jo. Ai që është i ndershëm, që ka kapital, që ka histori, ata që kanë vite që ndërtojnë.
90% e ndërtuesve marrin lek me fajde për të zbardhur leje. Por se je i ri akoma në ndërtim ti. Ja, unë s'jam fare i ri as i vjetër, po të shpjegoj. 90% e ndërtuesve marrin lek me fajde për të zbardhur leje. Po ne marrin kredi nga Prandaj sekuestrojnë. Leku pisët është me fajde, çfarë po thoni? Leku pisët është me fajde. Edhe ku janë të mbrojtur qytetarët të saj. Freskoni në ujë lajkiza, fosni gjë të rrezikshme. Gëzuar me lajkiza, gëzuar me lajkiza. Do me thënë, ju po thoni që nuk ka rregulla loje këtu. Nuk ka problem pastrimi parave me nuk ka rregulla loje. Janë avokat, nuk janë avokat. Janë ligji antimafia sot. Tani që atëre po i bëjnë një ndërhyrje. Fakti që pastrohen para me ndërtimin në Shqipëri tregon që legjislacioni ka një vrimkë. Te mund tani. Nuk ka një vrimkë. Ka një shpellë. Po mirë, me shpellën. Po të kishte pas. Që je dakord me këtë? Jo, nuk jam dakord. Si më nuk je dakord? Është tjetër gjë të thuash ka hapësirë ligji dhe nuk është e rregulluar dhe ka tjetër gjë të thuash nuk zbatohet ligji. O zotëria të janë dy gjëra të ndryshme. Ne themi që ka hapësirë. Jo, nuk ka hapësirë fare. E di çfarë të drejtë ka sot inspektori në bazë të ligjit të antimafia që kemi që nga 2009 tani, kalon aty në rrugë. Shef një makinë të bukur, i troket tjetrit ke xhamin dhe i thot ta gëzosh makinën. Më sill pak statementin e parave ku i ke. Po e kemi pra nga 2009 atë po them. Po atyre ku ligji është i tillë, më fal, ka hapësirë ligji apo nuk zbatohet ligji? Kjo është tani. Nuk zbatohet ligji se ne ligjin antimafia e kemi në ligjet më të forta. Sa i përket kësaj. Tani, të shkosh ti, ngrit Gradacela, shko trokiti atje, ta gëzosh më vëlla, shumë bukur, shumë mirë që e ke bërë. Na trego pak burimin e të ardhurave dhe ta gëzosh ti këtë që që thjesht. Atëherë ligji është në rregull, është më i fortë, por nuk zbatohet, është tjetër gjë. Apo njëri është i nënës, tjetri i njerëkës, është tjetër gjë. Në sportive. Sepse ne kemi parë për Kasole, që i sekuestrojnë dhe po shikojnë Gradacela që nuk sekuestrojnë. Atëre, qa është kjo? Hapësirë e ligjit apo mos zbatimi i ligjit? Jo, dakord, patjetër. A dëgjuam me të madhe trumpetoj Spaku 190 milion euro për llogaria e Zvërnecit. Për atë tokën. Ja do të tregoj vetëm një sekuencë që është për të vënduar në kokë. Një notere e nderuar, kam fatin ta kem njëri të afërt që e njoh, mikesh, Amela Muka i quhet, i shkon Spaku dhe i thot sekuestron dosje, i sekuestroj ato gocat e zyrës, qenin, macen, i sekuestroj gjitha dy. Ato ishin pale. Ato ishin pale. Ja pra, për ta shpjegoj se ishte edhe i thot që ti si ke shitur ti këto prona. More zotri i thot, mua po të më vi nga kadastra e pastër një pronë, unë të shes dhe Spakun. Po pra, e shet. Se noteri ka për detyrë të bëjë rifreskimin e kartelës pasurisë. Nëse s'ka blokim, parat llogari kalon parat e tjera. I ka sekuestruar gocësuj, qene, mace, telefone, makinë, ore gjitha dzep se ka shitur një pronë të pastër. A është marrë njëri nga kadastra në bytje nga Spaku për këtë lloj gjëje? Jo. Zero. Pra ne po të them ne. Që kanë marrë me problemin ata, pse s'tua? Ata kanë 10 problemin më. Qëni ka qenë problemi? Evazionin, kriminelin, gjithi kanë gjetur tek noteria që tek e fundit bëndë të Noteria është një zbatuse ore Spaku, në Spaku, po të shkoj Zoti Karanja, pra se marë. Noteria... Në momenti që prona Zoti Karanja, Noteria momentin dhe gjonë, në momentin që prona është e lirë, nuk ka barra hipotekore tjera është e lirë. Ore, kanë sekuestru noterën. E kanë marë shkretën. Qa moshe ka noterja? Karanja, ta shikoj se e bukur është ajo vino, dele mbron e zgjesh pasha Spakut. Makinisti. Tani, te sekuestra duhet kemi patën ligji e ka që sekuestrohen ato objekte që kanë lidhje me veprën penale. S'mund sekuestrosh, do më thënë, masivisht. Pra, duhet ketë lidhje. Ka lidhje drejt për drejt ose të tërthorë. Thash unë i kthejmë prapë të pronat e qytetarëve, duhet jemi të shumë të kujdesshëm, sepse është pasuri e lishme, e krijuar në vite, një pjesë e ka të pamundur ta provojë. Shifën ato kontratat kryesore që mund të ketë dyshime, sepse ka kontratat të dyshime, por ka dhe një diçka tjetër. Ti nuk e di tjetër, kur shet një send,
Pra edhe noteri nuk e di mund tjetë trafikant, për shumë mund tjetë qëfar do, mund tjetë punu, mund tjetë prostitut tjetër, po ato s'kanë targë në balë, që jam ose aji, ja këto janë lek droga, noteri thot, shiko, urdo blere, bone blere. Ja, ma, po ka dhe një burim të ardhës tani, më vjen kesh. S'ka po noteri, s'ka po noteri fare. Jo, nuk ka po noteri pra. Mund të sinjalizojnë rase. Po pra, si që ka detyrim dhe banka. Noteri s'ka pse. Sepse burimi duhet. Vin nga bankës e ti shko me thes të noteri. Qëse shkohet me thes të noteri, thot, atëre shfaj noteri. Atëre ty të vin parat nga banka. Edhe kalon nga banka në llogaria. Mund të sekuestrohet to që kanë dyshime, por si për marsi, me asë një vend botës, si për marsi duhet të aprovosh te çdo dyshimi të arsyeshëm që këto blere kanë lidhje me jeni në studion që nuk thoni ç'a doni ju. Ç'a do ti dish? Unë dua të di atë hall që kanë ata që janë pa gjumë sot, se kanë dëgjuar lajmin që pallati që ata kanë paguar, ose hyrja që kanë paguar, është konfiskuar ose është sekuestruar. Sipas ligjit aty nuk kthehet. Sipas ligjit, do paguajnë avokatin, do hedhin do argjënë të cilë avokati edhe të marrin vesh ti përgjigjem pyetjes shumë shkurt me një rresht. Agjencia e administrimit të pasurive duhet marrë masa që ky pallat mbaroj dhe qytetarët marrin objektin për cilët kanë paguar paret, marrin shtëpinë. Është detyrë e shtetit. Afati do mbahen normat e afatit kontratës apo duhet mbahen normat e afatit. Ti si shtet, ti si shtet, gjesa e sekuestrove këto dili për zot. Është si muhabeti asaj, fal. Pse nuk i dole për zot që nga momenti pa i dhënë ato leje, se ti e di e shumë mirë, kuj do të epi ato leje? Ti e dhe ato leje? Qa është e që e blet prokuror? Detektiv? Asë është detektiv. Ti shkon, a i se takon farat e që me lejë, që aplikon në studio e në të reja, a i në studio arkitektoror. Qofse ecet me këtë trend. Nise garanci për të ardhur duhet të ketë subjekti, Ka garanci për të ardhur. Alit, unë e di që fiton studio, fiton emrin ndërtuesit. Nuk e di për zotin. Ashtu, a? Po pse ti me studio e ke fituar, apo me emrin tëndë? Me studio. Po lëri këto tani. Po studio e fiton. Studio fiton atë çfarë? Studio fiton ndonjë studio tjetër, jo këtu. Dhe po s'ke ndonjë studio ndërkombëtare në studio të futesh fare. Ja dëgjoj Kara. Po s'ke ndonjë fasadë bukur. Këto studiot ndërkombëtare janë trend tash studiot ndërkombëtare për të vërtetës. Me rrej në studio. Është kaq libri e studio. Është studio që numërojnë me gishtat e njërës dorë që vetëm ato marrin leje. Po pra, atë po thot validi shkret. Po këtë po rrej këto pas marrin leje. Po marrin nga emri ndërtuesit vë se studio nuk e njeh njeri. Po baba im ka 30 vjet ndërtues nuk më merr dot leje. Ai shtufi merr 30 leje tani. Çfarë të them unë? Po thua atë që po thot. Po ato pra që po të njëjtë. Ai ka studio pra, se unë se paguaj të studio ndërkombëtar. Ai e paguaj. Të njëjtë gjë po thot. Prandaj fiton. Po themi të njëjtën gjë dhe do ta themi gjithmonë. Do ta themi mesazhi. Marga, ti si më e ëmbla që je. Shiko, dëgjoj. Kjo nuk është vetëm çështje ligjore, kjo është çështje kulture që kemi ne gjithë. Si duam ta kemi ne ligjin, ne vdesim ta shkelim ligjin vlla dhe vdesim të bëjmë se jemi popull i vogël. Ne gjithë i kemi kushurin, po të na bësh këtu biografin dhe si aprishim do të kushurinit, se mërzitet mami, mërzitet babi, mërzitet vjera, kështu që do t'ja japësh edhe burrin. Ja, pa dëgjoj tani, do t'ja japësh Ervinit pa tjetër, lejen sepse ke qa të bësh o vlla, sepse Ervinit të fut 100 miq, edhe thot ma jep atë lejen dhe kështu funksionon zemra ime. Funksionon tani, sepse kemi ardhur t'i themi gjëra si qanë, vlla. Në këtë situatë mesazhi është i vështirë. Është shumë i vështirë, sepse... Po masazhi është i vështirë? Jo, masazhi është i nevojshëm. Jo, masazhi është i nevojshëm. Në tilla situata. Të... Po pra, jo, du ta marrim në tema agropujësore, me qenë se i pëlqen pjesën e fruta. Unë mendoj që në radhë parë duhet dhënë një mesazh jo qetësie fiktive qytetarëve, por realisht të gjitha këto situata janë të rregulluara me ligj, dhe ne të shpresojmë që të zbatohet ligji ashtu siç duhet. Situata e tyre duket si sudja. Kur thonë u sekuestrua, humbën lekët, se janë akoma me maktin e Sudës, Xhaferit, është e njëjta histori, Fatkeqësisht ai model është, sepse ajo që diskutuam ne këtu ishte pikërisht kjo, që këta ndërtues i ndërtojnë me lekët e qytetarëve, realisht. Pra nuk e kanë buxhetin me lekët e qytetarëve dhe vjen puna kur ajo sekuestrohet dhe ne të presim që të mbarohet në momentin që ata s'kanë më. Dhe ky është ngërçi. Sigurisht, edhe kishin marrë. Vetëm ti shtoj diçka. Kam shumë
do me thënë, ti ke shumë të drejtë për këtë gjë, po një objekt që kushton 1.500 euro i mbaruar, kur ti e merë në grope, merë me 300 euro më pak, e merë 1.200, dhe qytetari ka përfitimin e ti tek pjesa kur e blen më biznes. Dhe sa mirë të pëlqen ty, zotri, po marë... Mua më pëlqen, po jo me riskun që mos ta marë. Unë e marë, jo, shiko, ajo pjesë, Alit, lutem. Janë sekuestruar 900 pallate në Tiranë dhe 900 ballate dhe 900 banorëve janë në rrugë. Logjika e tregut që ju përmendët është e drejtë, por ajo ka të bëjë me efektin kohë. Ajo ka të bëjë vetëm me efektin kohë. Në shtregësim, ku ti marrin? Jo, mor zotri, siç i gjeu lekët me fajde, investimin... Po qa biznesmeni e ti? Po ti që do legët? Unë që dua legët e për vetën ti me se kam punuar. Po mi mbaja ty po më zbirje. Mbaja ty shikoj shpijat. E po tërdus me legët e tjerëve nuk kam paru, vetëm shikoj. Po pra po se mesazh pa fruta. Jo, pa fruta, po është krahasus. Spaku ka sekuestruar pronat e të cilat janë të qytetarëve. Një pjesë janë qytetarëve, janë me parat të ndershme, një pjesë tjetër po hetohet. Ti shofi këtë çështje me problem, sepse kjo kompani sot që sekuestrohen e kanë një administrator që po punojnë. Realisht ato po punojnë. Dhe kësaj bi, si që nda gruan nga tjetëri, të shimë baj gruan, si që mbante i, ti duhet të mbash më mirë. Pra, ti e hoqe këtë administrator, po, këtë që merë, duhet të mbash më mirë, dhe 15 herë dhe qytetarët të marrin frutet e punës vetë. Pra ato kanë punuar, të mos ngelen borë, sepse ligji i bitë mos morin asë i gjo atë me këtë teori. Ligji të ata të morin shpinë. Pastaj e dëgjo, kush do flasi qikë për këtë çmendurin e këtyre çmimeve? Që është këtë çmim 15.000 euro në Tiranë, më? Që janë këto më këta janë çmend fare, më? Sepse është para e pisët që e blenë. Po janë çmendur fare, më? E mbyllën. Edhe kur shkon të pyesësh nuk ka të lira. Alit, një mesazh. Ja, një sekundë se ka. Sa apartamente ke shit me 15.000 euro? Qeveria duhet krijoj një agjensi. Mu përgjigj të lutem, sa apartamente ke shit me 15.000 euro? Mos punë real estate, nuk e di. Je ndërtues. Ai vetëm i bën dhe i shesin tjerë. Qeveria duhet ndërtoj një ndërmarrje, t'ja vëmë emrin ndërmarrje, ose agjensi, si duan, po unë jam tek pjesa e ndërmarjeve shtetërore, të cilat përfundojnë... Kooperativ, thua ti? Po pra, jo kooperativ. Ashtu është me sistemin kooperativ? Jo me dashura. Një ndërmarje e cila përfundon të gjithë, do me thënë të jetë shteti që të lidhi kontratat me palet për të përfunduar të gjithë të objekte në kohën kur është përcaktuar në lejen e ndërtimit. E pa rriqme. Dhe të bëhet më shumë shumë e tjeshtë. Mos gelet ngrop. Dhe në fund të ditës, edhe kur ndërtuesi e ka shitur të gjithën dhe pjesa e parave është shpenzuar apo nuk është sekuestruar e gjitha, shteti të jetë garantor që ta fusë këtë shumë dhe ta përfundoj objektin, do me thënë 100% për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Tani, duke falënderuar miqtë e nderuar të studios, unë dua të them që ka një zgjidhje shumë të mirë për të gjithë ata që kanë shqetësime me parat. Po t'i mbajnë në dyshekë Dorelan, në jastëkë Dorelan, ose në çfarë do lloj gjëje që ka lidhje me Dorelanin. Mos e u japin ndërtuesve. I kanë shumë më të sigurta se sa po të blejnë beton. Pse? Sepse në beton ti nuk flet dot gjumë. Vetëm në puplat e buta të Dorelanit mund të flesh gjumë. Faleminderit. Është bërë karizmatik Erioni me këto mesazhe. Thuaj mesazhin e vërtet tani. Mesazhi i vërtet është kamallin e bankave se mos na dëmtojnë bankat, po. Miqtë e Bardazis, kjo ishte Bardazia për sonde, ne u lëm takim të premten e ardhshme, mund të ketë në ndeshje të fortë, po ndeshje si Bardazia nuk ka. Natën.